Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. U martova me një turk që më rifte 3 herë në ditë. U martova duke besuar se dashuria mjafton. Sot e di që kjo ishte gënjeshtra ime më e madhe. Kur e njoha, ishte i ëmbël, fliste butë, më shikonte në sy, më bënte të ndjesha e zgjedhur. Ishte turk dhe unë shqiptare, dhe kjo dukej si diçka shumë romantike, si një histori që sfidonte kufit. Më thoshte se isha ndryshe nga gratë që kishte njohur më parë, se unë isha e fortë, e mençur dhe shumë e veçantë. Dhe unë e besoja. U martuam shpejt, shumë shpejt. Askush nuk e pa frikën time të vogël që fshihej pas fustanit të bardhë. As unë vetë nuk desha ta shihja. Dhuna nuk filloi me njëherë me grushta. Filloi me fjalë. Mos e vish atë. Pse fole kaq shumë? Ti nuk kupton asgjë. Filloi me kontroll, me xhelozi të maskuar si dashuri. Filloi me heshtje ndëshkuese që më bënte të kërkoja falje për gjëra që nuk i kisha bërë. Pastaj erdhi goditja e parë. Ishte aq e shpejt sa nuk e kuptova fare çfarë ndodhi. Një shuplak, një zhurmë me thatë, një shije gjaku në gojë. U pendua me një herë dhe qau. Më tha se nuk do të ndodhte më kurrë. Më tha se ishte i nxehur dhe nuk donte ta bënte. Dhe unë e besova. Por nuk ndodhi vetëm një herë. Filloi të më rihte 3 herë në ditë. Në mëngjes nëse kafja nuk ishte gati. Në drek nëse i përgjigjesha gabim. Në mbrëmje sepse ishte i lodhur dhe diçka e kishte nervozuar. Trupi im u mbush me maviosje që mësoja t'i fshihja. Mësoja të visha rroba me mëngë të gjata dhe më në vap. Mësoja të buzëqeshja para njerëzve, mësoja të gënjeja. Gënjeja nënën time, gënjeja shoqet, gënjeja veten. Netve qaja pa zë. Shtriesha pranë tij duke u dridhur, duke menduar se ndoshta nesër do të ishte më mirë. Ndoshta nëse do të isha më e qetë, më e bindur, më pak unë, ai do të ndalonte. Por dhuna nuk ndale duke u përkulur. Sa më shumë heshtja, aq më shumë ai ndiej zoti i trupit tim, i jetës time, i frymës time. Kishte ditë që shikoja veten në pasqyrë dhe nuk njihja më gruan përballë meje. Sytë mi ishin bosh, zëri im ishte zhdukur komplet. Unë që dikur flisja fort, tani kërkoja leje për të marrë frymë. Momenti i kthesës erdhi kur më goditi para pasqyrës dhe më tha: "Ti nuk vlen asgjë, askush nuk do të dojë." Aty diçka brenda meje u thye, por jo si më parë, nuk ishte thyrje që të bën cop, ishte thyrje që të zgjon. Kuptova që nëse qëndroja do të vdisja. Nëse jo atë ditë, pak nga pak. Nëse jo trupi im, shpirti im patjetër. Fillova të planifikoj në heshtje, çdo hap ishte frikë, çdo ditë ishte rrezik. Por frika për të ikur ishte më e vogël se frika për të qëndruar. Një mëngjes kur ai doli nga shtëpia, mora vetëm një çantë. Nuk mora asgjë tjetër, as rroba, as kujtime, vetëm jetën time. U largova duke u dridhur, por duke ecur. Rrugës qaja dhe qeshja njëkohësisht. Nuk e dija çfarë do të ndodhte më pas, por për herë të parë pas shumë kohësh, askush nuk po më rrihte. Sot jam ende duke u shëruar. Trupi im ka haruar disa dhimbje, por shpirti im i mban ende. Ka net që zjohem nga ëndra të këqija. Ka ditë që zeri im dridhet, por jam gjallë, jam e lirë, dhe mbi të gjitha jam sërish unë. Kjo është historia ime. Jo për turp, por për të vërtetën, sepse asnjë grua nuk duhet të rrihet 3 herë në ditë dhe të quhet normale. Dashuria nuk lë shenja dhe heshtja vret më shumë se grushti.